Faleminderit, kryetare. Kur Taulant Balla nxori letrën këtu për të folur për çfarë kishim dërguar ne në Bashkimin Evropian, në Parlamentin Evropian, mendova për një çast se nxori letrën e famshme që çoi Erion Veliaj teksa vinte alarmin për griseldat në Parlamentin Evropian. Mendova se ktheu në vëmendje gjithë betejën që bëri Partia Socialiste për qarkun e Fierit për të bllokuar integrimin evropian. Ja pra këta jeni ju, dhe nuk e di ku e gjeni drejtën që të gjykoni pse thuhen të vërteta në Parlamentin Evropian. Pse në Parlamentin Evropian çohen raportet e OSBE-Odirit, qamet, problemi madh. Duhet të shohim propagandën e Edi Ramës, duhet të shohim fjalimet e Zeqines të Sara Miles apo fitoret publicitare të Tërmet Peçit. Kështu e keni kthyer parlamentin. Dilte Edi Rama në fushat dhe bënte gafa. Dilte Edi Rama në fushat dhe thoshte qyryk, autik, të gjithë habiteshim. Thoshin si ka mundësi, çfarë po ndodh, si po gabon. Jo, në fakt, Edi Rama e tregoi qartë. Nuk më intereson fare se çfarë mendoni ju. Nuk më intereson fare se si doni të votoni ju. Në fund ata që do të vendosin janë oligarkët, bandat dhe kriminalët. Ju mendoni çfarë të doni, unë prap do të fitoj. Dhe në fakt ajo ndodhi. Sa më shumë i shahu shqiptarët, sa më shumë i vodhi shqiptarët, sa më shumë i masakroi shqiptarët, aq më shumë u rrit në vot tek shqiptarët. A e shpjegon dot njeri këtë? Po. Po e shpjegon sepse treni i Europës që fliste Elisa Spiropali para pak e Edi Rama gjithë fushatën, kishte qenë tren bullgar. Treni evropian ishte tren bullgar. E shpjegon shumë qartë, sepse ata oligarkët që sot kanë marrë gati vendimet e radhës për të marrë pronat shtetërore dhe për të marrë investime strategjike, ata e kishin me target sa vota dhe sa para duhet hidhnin. Ata që sot përgatiten të marrin pronat e ushtrisë e dinin që dje dhe e kishin target se çfarë duhet bënin. Ata që sot në Sarandë do të uzurpojnë dhe do të shkatrojnë shkollën Eko Campus për ta bërë resorte dhe hotele, dhe pse janë harxuar para nga buxheti i shtetit, ata e kishin me target se çfarë duhet të sillnin dhe se çfarë duhet prodhonin në ato kuti votimi. Ishte shumë e qartë. Thasët e Taulantit kishin modelin e përqindjeve kompjuterike. Nuk ka ndodhur, besoj në historinë njerëzore, që të hapen të gjitha kutit dhe të gjitha kutit të kenë përqindje të njëjta të ndara sipas subjekteve. Çdo kuti e diasporës e qarku të Vlorës kishte të njëjtën përqindje, Taulant. Si se prishe njerë dorën, kishte të njëjtën përqindje. 70% Partia Socialiste, kishte njësoj, po një kuti e ulësi do kishte dalë 25 PD-ja, një kuti do kishim dalë 30 ne, do ndonjëherë, po ishte matematike, a i stilolapsi magjik në fakt nuk e di se si prodhoi aq shumë, si duket i keni ble me shumicë, a i stilolapsi blu, a i kryqi një llojt, e na tregonte pastaj zoti Taulant Balla se si kryqi një lloj bëhet, thoshte e nis lart e zbret poshtë. Në rregull, shumë rregull, keni drejt që talluni sepse me parat që i vidhni shqiptarët, me parat që i rëmbeni nga buxheti i shtetit, me ato para që sigurisht dhe nuk ju dhimbsen, me ato para bleni vullnete, me ato para tjetërsoni votën. Çdo patronazhist kishte detyrim jo vetëm votat brenda Shqipërisë, por kishte detyrim dhe 20 vota jashtë Shqipërisë. Dhe çudia më e madhe e di kush ishte, që dhe pse e bllokuat TikTokun,
Në TikTok dinin video edhe vota nga diaspora. Po ti numërosh ato vota që kanë dalë në TikTok për Sharkun e Vlorës, me votat që nxorin kutit, nuk na dalin as ato llogari. Kemi më shumë foto se sa vota. Hajde shpjegoje se çfarë masakre keni bërë me thasët e diasporës. Ju i vodhët dhe njëri tjetrit, në fakt, aq sa nxorët Olta Gjaçkën, deputetet diasporës, dhe jo që të drejtën kandidates Blerina Gjylameti për të ankuar, sepse kishit hallë se çdo ankesë prishte procesin e vjedhjes dhe mund të nxirrte në pa çfarë masakre kishte ndodhur. Po më thoni cili emigrant zgjohet në mëngjes dhe thot do votoj Olta Gjaçkën për çfarë arsye? Do të çfarë ka bërë Olta, për çfarë e mbajnë mend që duhet ta votoj, përveç se si investitore strategjike. A keni dëgjuar? A ka bërë ndonjë betejë? Nuk e di, ma shpjegoni ju që ta kuptojmë edhe ne. Këto ishin. Flisni për lista. Vetëm për lista nuk mund të flisni. Se listat tuaja janë listat më qesharake që ka pas historia e këtij vendi. Dhe listat më të turpshme me njerëz që nuk dinin të fillonin dhe të mbaronin një fjali dëftore. Me njerëz që edhe në mitingun tuaj nxjerrin celularin për të bërë Po me thënë, kjo është e cilësia që njeriu çoi në mëngjes dhe thoshte do dal, do votoj Zeqiren. Do dal, do votoj Sarën. Askush nuk ka guximin të flasi që ka pas standarde në këto zgjedhje. Dilnin në Qarkun e Vlorës, në Saran, në Konispol, në Finiq dhe në Dilvin, dilnin hapur të gjithë strukturat e shtetit, dilnin hapur, hapnin shkollat për të bërë takime kandidati, venin në për inaugurime, shkonin me kandidatët, shkonin shpërndanin fondet e bujqësisë me kandidatët, u bë shteti njësh me kandidatët. Nuk dinte ku fillonte njëri dhe ku mbaronte tjetri. Ishin të pandar në zullum, të pandar në vënje në shërbim të shtetit në funksion të kandidatit dhe të zgjedhjeve. Aq sa bashkit u kthyen në zyra elektorale të kandidatëve. Dhe kandidatët tuaj mund ta dëshmojnë shumë mirë vetë, kandidatët e listës hapur, se si ndikuan bashkit për njërin kandidat apo për kandidatin tjetër. E thonë vetë ata, pyetini dhe ja u thonë. Mirë po, atë që ata e thonë në zë, ne kemi detyrimin ta themi me zë të lartë. Ne kemi detyrimin që kudo të themi të vërtetën mbi këto zgjedhje, që kudo të kërkojmë standard mbi proceset elektorale në Shqipëri. Asgjë nuk e ndalon opozitën nga kërkimi i të vërtetës, nuk e ndalon opozitën në përballjen me të keqen, sepse legjitimitetin nuk ja u japin votat e blera. Legjitimitetin nuk ja u japin mandatet që ju shtohen nga njëri 4 vjeçar në 4 vjeçarin tjetër, a thua se keni qeverisur më mirë. Legjitimitetin tuaj nuk ja u jep dot as Sueli, as Bajrat, as Troplinët, nuk ja u japin dot as kush që sot përpiqet në media me analistë të blerë dhe të shitur tregoj për suksesin e Partisë Socialiste. Se nuk ka formullë në botë që shpjegon se si një pensionist që i premtohet pensioni minimal 300 euro, se si një biznes që do të ketë taksën e shes 10%, zgjedh të masakrohet nga qeveria e Edi Ramës, zgjedh të jetojnë skamje, zgjedh të vidhet. Askush nuk e zgjedh këtë nëse do të kishte zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por kur tjetërsohet, kur vidhet dhe kur i hidhet hi syve shqiptarve, patjetër që gjithçka mund ndodh, por është detyra jonë, është detyra e çdo shqiptari që të përballet me ju dhe përballë do të na keni. Faleminderit.
Deputeti Koçi ka fjalën.